nderuar të ftuar, familjar, partner biznesi, miq dhe dashamir të familjes Zikolli, mirë se vini në një ditë të veçantë për kompaninë Ziko Mahagoni, për ndër të hapjes së showroomit me rastin e 25 vjetorit të Ziko Mahagonit. Një emër i njohur në fushën e arkitekturës, prodhimit të mobileve dhe punimeve të PVC-s, që sot bën edhe një hap të ri përpara me hapjen zyrtare të këtij showroom-i modern. Po i lojmë ato fjalimet zyrtare, e po hymë edhe ne brenda për të parë punën edhe për të parë kuzhinat, dhomat e gjumit dhe gjithçka tjetër që ofron mobileria Ziko Mahagoni. Mysafirët të cilët janë të ftuar sot këtu në këtë hapje të këtij showroomit të mrekullueshëm, janë këtu brenda, edhe pse jo të ndalim dikon prej mysafirëve dhe të pyesim për ndonjë urim, falënderim që kanë për familjen Zikolli edhe për kompaninë. Gjithçka që shihni është e kompletuar edhe në vendin e vet. Interieri këtu brenda, siç po keni mundësi me pa, është realizuar sikur kati një shtëpie, duke filluar nga dhoma e ndenjës, pastaj duke vazhduar nga kuzhina, po unë jam dalë te këto ulse që po më pëlqejnë shumë, përndryshe këtu janë edhe ngjyra të tjera të cilat mundesh me i zgjedh, edhe klientët munden me i zgjedh, nëse nuk u pëlqen kjo ngjyrë qumshti, pastaj e kompletuar është edhe me pjesën e tavolinës, me këtë pjesën tjetër të mrekullueshme, improvizuar është edhe zjarri këtu, dhe me të vërtetë gjithçka që e shihni, siç thash edhe më herët, është në vendin e vet. Një tavolinë e bukës shumë e mirë, tamam për anëtarët familjes që janë numër pak më të madh, ndoshta një 6-7, po si dihet, edhe unë rriti familjen të ardhmen edhe me pas në shtëpinë time një tavolinë të tillë, ndërsa për maraklit e kuzhinave, jo vetëm për gratë, po edhe për burrat, se edhe burrat din me gatu shumë mirë, është kjo kuzhinë që po e shihni, me të vërtet duke filluar nga dizajni, që nuk don asnjë fjalë, e duke vazhduar nga ngjyrat e kombinuara, cilat janë mrekullia vet. Me të vërtet jemi mbet pa fjalë me një dizajn siç e kanë dizajnu kështu kaq bukur, unë prej kur erdha, edhe tash që po e shoh për së afërmi, me të vërtet po më pëlqen gjithçka edhe po më duket e kompletuar. S'po moj mja do syt, ma shkurt. Po presim dikon prej mysafirëve, derisa më pastaj do të përcjellim edhe pjesën tjetër në katin e dytë, edhe të shohim se çka ka tjetër. Kujt i pëlqejnë ngjyrat pak më të errta, ka edhe këtë model të kuzhinës. Më pastaj këtu, dikush mundet me thonë që është një fjok ose një derë krejt e thjesht, po jo, shihni se çka ka brenda, hyndrinar, është një depo ose një shpajz, siç e quan dikush, për me i lanë krejt gjësendet e mos me ngarku kuzhinën ma tepër këtu, e mrekullueshme. Shumë bukur. Kisha dasht me ndalë dikon prej mysafirëve këtu, përshëndetje. Thuna disa fjalë për kompaninë Ziko Mahagoni,
keni familjar, shoqëri, bashkëpunëtor? Unë jam djali Axhës pronarit, për ndryshe bashk prej fillimit kena edhe në kom punu këtë prej fillimit. Shumë mirë. Po unë jam dalë prej pune, më ka largu shefi prej pune. Ja, s'besoj. Jo, ashtu i këm pas punë të mi janë, të këm vazhdu me një biznes tjetër. Shumë mirë. Po këta kanë vazhdu shumë bukur edhe kemi arriti këtu me përkushtim matë deri në tani. Edhe po të pëlqen ky showroom sot, ki me uru djalin e Axhës, familjen e Axhës për këtë hapje të këtij showroom-i. Sigurisht për ata kemi ardhur gjithë, së bashku drejtoreshës kështu ja uru. Okej. Faleminderit juve. Shumë mirë që në udhëheqje kështu të kompanive kemi femnat gjithmonë. Jo veç meshkujt, po edhe femna drejtoresha, pse jo? Po normal që po. Faleminderit shumë. Mirë, atëherë po vazhdojmë edhe tek pjesë tjera të këtij showroom-i, që me të vërtet mysafirët sot kanë se çka me pa këtu, një kuzhinë klasike për adhuruesit e këtij dizajni që kanë dëshirë një kuzhinë pak më të vogël, më klasike, me një ngjyrë të pastër, të bardhë, siç është kjo, e dizajnuar për mrekulli. Kushdo që e pëlqen edhe e sheh nga këtu mundet me ardhur te Ziko Mahagoni këtu në Vitomeric dhe me bo këtë përzgjedhje të kësaj kuzhine, po edhe të shumë kuzhinave të tjera, tavolinave të bukës, këndëve të ndryshme, ulseve dhe dhomave të gjumit që po besoj ka diçka edhe prej tyre në katin e dytë. Hajde të shkojmë rënar. Si që thash edhe ma herët, e dizajnume sikur kati i një shtëpie, prej katit të parë, me unë gjitë në katin e dytë, edhe gjithë qka për mrekulli. Ndoshta nuk ja vlen që me folë kaq gjatë kështu, se për mes pamjes shihen krejt, po. Atëherë unë përdu edhe dikon prej bashkëpunëtorëve, edhe prej kompanive që këta bashkëpunojme to, hajde veç 2 fjallë. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot kemi arë këtu në hapjen e këtij showroomit të Ziko Mahagonit, jeni bashkëpunëtor, shoqëri, meq? Jemi bashkëpunëtor me të bukur të mëdhej, që një 13 vite, domethënë deri sot kemi kaluar jashtëzakonisht mirë me ta. Është i vetmi që asnjëherë nuk vjen më të përzite puna, po veç ta lyp mirën e më të mirën. Po, edhe ju e realizoni pastaj. Gjithmonë, gjithmonë. Shumë mirë. Cili është urimi juaj për familjen Zikolle që kimi ja u Po sa më mirë, mi po sa më të lumtur, sa me punë, me sukses, me gjitha të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Po vazhdojmë. Edhe të shohim se çka kemi në katin e dytë. Do më na thoni 2 fjala jo? Po. Arkitekti i kësaj kompanie, për cilin mundeni me fajsu, në thojza po thëmë kështu, për këto dizajnet edhe arkitekturën e mrekullueshme që po e shihni sot këtu. Po përveç kësaj, për krejt ata të cilët e kanë bleni banesë, e kanë ndërtu një shtëpi, edhe nuk po dinë se ku me i vendos gjanat e interierit, kuzhinën ato, atëherë për kujdeset Fituar Zikolli. Sigurisht. Përshëndetje për ty, urime për hapjen e showroomit. Faleminderit. Përshëndetje edhe për juve. Përshëndetje për gjithë stafin e Radio Fontanës. Edhe i përshëndes bashkëpunëtorët që e kanë detaju çdo detaj është ku sipas projektit. Atëherë Eduard, mu po më intereson me ditë, po? Faleminderit gjithëve për pjesëmarrje. Faleminderit që keni gjetur kohë. Me kënaqësi. Mu po më intereson me ditë një familje ose një qift që dojnë me hynë, banesë, shpese që thash ma herët, a mundën me ardhë këtu të Ziko Mahagoni edhe prej as deri në zhë me i zgjedhë të gjitha? Po, si zakonisht edhe ma herët, kur jemi konë me zyre, me showroom në fshatin Kobra, komunës Sistogut, më thonë, kanë ardhur klientat, nga themeli e kemi bo projektin e arkitekturës për shtëpi banimi, interierin, eksterierin, gjitha çka ka pas nevojë për një shtëpi individuale. Po. Edhe tash sigurisht që do kujdesemi edhe më shumë. Patjetër, me këto dizajne kaq bukura. Po unë di që
njerëzve ju intereson ka pak edhe për çmime, janë të arsyeshme çmimet. Që kur të vinë ata këto, mos më thonë, jo të arsyeshme besoj. Mas pare du të me ditë çfarë produkti është. Ashtu. Besoj që du të më konë prezentimi maksimum, me dhonë maksimumin edhe puna me kone mirë, e çmimi normal që është i lirë kur to puna e mirë. A është ashtu? E vërtet. Me rëndësi është me dalë në fund puna edhe kuptohet me u datë kënaqur konsumatorët. Sigurisht. Faleminderit shumë dhe Faleminderit edhe suksese. për juve, sukses edhe juve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë prej arkitektit të kompanisë i cili përkujdeset për çdo gjë, kur vinë klientat, domethënë përkujdeset, siç e thash edhe më herët, prej as deri në zh, që me u mundu të paktën me u propozu dizajne të mira dhe siç e tha cilësore, më pastaj kur janë cilësore, edhe çmimi është shumë i arsyeshëm. Këtu në katin e dytë po munden me pa dhe shikuesit të dhoma të gjumit me dizajne të mrekullueshme për çiftet e reja që dojnë dhoma pak më të veçanta, me hapësira pak më të mëdha, me ngjyra kaq të bukura, munden me ardhur këtu të Ziko Mahagoni edhe me bë përzgjedhje. Nuk janë vetëm këto që po i shihni të reklamuara kështu, po kuptohet munden me ndryshu edhe ngjyrat edhe dizajnet nga pak ashtu në bazë të preferencave të juja se çfarë i keni. Përveç kësaj, unë po kqyri një dhomë pak më të madhe për kanunin, edhe me ardhur të Ziko Mahagoni me zgjedh, hajde qëtërinar, po e shoh diçka një dhomë kur të rritet, se tash është ende i vogël, po shoh këtu figura që veç i parapëlqejnë fëmijët, kjo ka për vajzën në të ardhmen, ndërsa kjo për djemë edhe po më pëlqen shumë, pas ka hapësirë të mjaftueshme, edhe për juve prindërve që i keni djemët ose vajzat, fëmijët e juj, mund të bëni zgjedhjen ideale për me ardhur të Ziko Mahagoni edhe mja plotësu dëshirën fëmijës të juj. Kuptohet me dizajne, me material shumë cilësor të mobileve, edhe me çmime shumë të arsyeshme. Unë s'po du me i tregu çmimet, po ma herët t'i pyeta para se me fillu incizimin edhe me të vërtet u habita. Me çmime shumë të arsyeshme. Nga këtu, po kalojmë dhe po e mosim kohën, se definitivisht koha është shumë e çmuar, e këtu mu po më rrihet qaq me qefe dhe knatësi, sa që po projtoj edhe me shku në shtëpi. Po doj me shiju pak edhe koktelin poshtë, andaj po s'harrojmë edhe qatë dhomë të gjumit, edhe po du me shiju pak edhe nejen me mysafir edhe me familjen Zikolli që na ka bo një pritje shumë të mirë, shumë speciale, e që doj me falendëru shumë publikisht që të gjithë. Edhe njëherë, kompanin, mobiljerin Ziko Mahagoni e gjeni këtu në Vitomeric, pikrisht afër rrugës kryesore, po kuptohet. Tashmë për detaje mund të kontaktoni edhe në rrjetet të ndryshme sociale, Facebook, Instagram dhe çdo kund tjetër për me gjetë Ziko Mahagonin për mrekulli.